Rruga që dërgon drejt rezervuarit të Shtodrit në Myselim të Bashkisë Shkodër është në gjendje skandaloze. Banorët shprehin të shqetësuar për këtë situatë pasi bëhet fjalë për një zonë turistike. Ato ndihen të diskriminuar dhe kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit lokal, teksa theksojnë se paguajnë rregullisht të gjitha takset vendore. Ndërkohë kjo zonë ka probleme edhe me energjinë elektrike. Shqetësimi jonë më i madh është se qysh në kohën e sistemit komunist, bile dhe atëherë jo, qysh kur e ndërtu rezervuari i Shtodrit, me i falë, mësi është bo nërtimi edhe kanik, alo sot e kësaj dite një lopat zhëvar nuk ka hedhë këtë rrugë. Fondi, flitet, gojdan, nuk e dim, e në të sigurt apo jo, se kur ka njës fillimi, du të kështë pas edhe funin. Atë di zotin që nuk dim gjana. Në dim që jena katastrofë. Këtu me ne, ku jena në sot në këtë rrugë, mund tjetë edhe zonë, jo mund tjetë, pa është edhe zonë turistike, që vinë gjithë vere njërës këtu, mu është të plotë, po ku të vinë në këtë rrugë, këtë katastrofë? Jena të diskriminum. Kjo në lidhë me rezervuarin e Shtodrit. Dhe mos i mjafton kja, në thonë hajde dhe pagu edhe taksën vendore. Taksë vendore s'kam. As ujë, dhe energjire kam marrën. As ujë, as rrugë, as pastrim gjelbrim, dhe as një gjë si kënë mi tukë. Rruga jonë është e parë si do la rrugë. E dyta, si ta dinë edhe vjetë që është bo dhe problem për energjinë elektrike. Një vepër ujitjet që mund tjetë, jo mund tjetë pa është e pa rrezik në Ballkan, sot kanë pru energjinë elektrike, dhe të Varrezat për 300 metrë, burokracia, se që kanë bë drejtora, shefat, pa rëndësi për ne ka, nuk ka ardhë. As ambulanca nuk vinë dhe e të kjo rruga. Vinë dhe një të këthëven me opa. Me keni njeri smush si në ambulanca këtina. Arsyeja është rruga. Fëmijë s'kena si mi qu shkollë. Si mi qu në fëmijë shkollë se rruga det. Ma shumë ka ujë këtë se të Shtodri. E para, kur vinë për punën e votave. Na kërkojnë votat pasani na lajnë rrugën mazdoret. Na dana i këtë rrugë. Se jena familjar, jena tonë të shpija këtu. Jena gati 30-40 shpija më shok. Me të ina na vini to, marrëm smunje më shoko, për zotin, kosha me të inave s'kena, bëhat dit për zotin. Vetë motor s'mën ka le shpesh se dalin edhe policia, thënë ka shkën me motor pa letra, makinës s'mën e fosh këto se prishë makina çdo ditë, vetëm për i këtë rrugë, me na bërë rrugën, as i gjanë tjetër, na s'kena fondet shtëm rrugat gjithkun. Shteti na kalon mazdoret. Një problem shqetësues janë dhe mbetërinat që hidhen në zonë në mungesë të kontinjerëve të mbetjeve.